Në ditën e dytë të takimit të 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocimit në Shqipëri, Bashkimi Evropian, është diskutuar për progresin dhe sfidat e institucioneve të shtetit të së drejtës, lufta kundër korrupsionit dhe të gjitha formave të krimit. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Scheider, foli për progres në shtetin ligjor, por e vuri theksin në vijimin e luftës me korrupsionin. Vetingu gjyqtarëve dhe prokurorëve i vështirë, por ju çon tek suksesi. Përbërja e drejtësisë duhet jetë aplikueshme tek të gjithë. Inspektori i drejtësisë aktiv, por është i kufizuar, me rëndësi të rriten trajnimet në gjyqësor. Shqipëria ka miratuar strategjinë antikorrupsion, e cila duhet përshëndetur. SPAK jashtëzakonisht i pavarur në mënyrën e operimit të vet. Gazmend Bardhi përpara eurodeputetëve përsëriti akuzat e përjafshme të cilat i artikulon në Parlamentin e Shqipërisë për dështim të qeverisë në luftën me korrupsionin. Ndërsa Tedi Blushi i Partisë së Lirisë solli disa shifra nga raportet ndërkombëtare se ku renditet Shqipëria sot në përballjen me korrupsionin dhe krimin e organizuar. 100% përkeqësim, drejtësia pas reformës në drejtësi. Me krijimin e SPAK, Shqipëria vendi 105 në renditjen e korrupsionit. Ndërkohë, Tauland Balla, bashkëkryetari i këtij komiteti, kundërshtoi qëndrimet e anëtarëve të opozitës në këtë tryez. 10.7 milion euro në këtë proces dhe 1.8 milion euro janë grant nga qeveria suedeze dhe 7.5 milion euro është financim nga Bashkimi Evropian. Digitalizimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve në sistemin e drejtësisë sigurisht që rrit transparencën në sistem. Pra është e lidhur tërësisht me transparencën dhe rritjen e pavarësisë së institucioneve të drejtësisë. Sa i takon luftës kundër korrupsionit dhe menaxhimit të pasurive kriminale. Sigurisht në këtë pikë arritjet tona janë të prekshme. Ka rezultate të dukshme, hetime financiare paralele nga 42 në 114 hetime financiare brenda një viti dhe numri i rritje i sekuestrimeve dhe konfiskimeve tregon një qasje funksionale në hetimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Ka një strategji të qartë ndërsektoriale kundër korrupsionit dhe masat e kësaj strategjie janë në vazhdim e sipër. Po ashtu Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara menaxhon një volum masave në berat në Gjirokastër me një rritje 60% nga viti, sigurisht ligji Regresi i Shqipërisë në medias është përmendur në shumë raporte, duke përfshirë raportin e progresit evropian, por në raportin e OSBE-ut, bizgjedhjet që u publikua tabela që zoti Balla tregoi është e muajit gusht, gjatë muajit gusht, e gjithë qeveria ka qenë ndërkohë që opozita ka shfrytzuar kohën dhe hapësirën për të qenë mediatikisht në kontakt me Kështu e vërteta është pak më ndryshe në këtë tryez dhe unë në këtë tryez nuk dua të kemi dizinformim, nuk dua të kemi dizinformim. E njëjta tendencë ka qenë dhe gjatë gustit. Dy element që dua të theksoj. Çfarë thot raporti OSBE-ut dirit për sa i përket faktit që shumica dormuese e mediave perceptohen të lidhura me Partinë Socialiste. Duhet të zbatohen masa për të mbrojtur autonominë editoriale dhe sidomos e televizionit publicitar, që nuk ka një audiencë të gjerë, dhe autoriteti mediave audiovizive që nuk ka pavarësi faktike. Edhe nga diskutimi që umbajmë në këtë tryez, të dy institucionet nuk janë qartësisht të varura, janë qartësisht me influencë politike, dhe janë në mbështetje dhe linjës editoriale dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Lirisë, nesër të kemi gati emrat që të filloj puna dhe të adresojnë gjitha çështjet që lidhen me reformën zgjedhore. Kam dëgjuar që kryetari i Partisë Demokratike ka komentuar lidhur dhe me propozimet tona sa i përket reformimit të kuvendit sa i përket numrit, madje ka dalë dhe me i propozim për të pasur një senat. Le të diskutohen të gjitha këto si pjesë e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Është për të përshëndetur fakti që
edhe ju pas propozimit ton, vini dhe ju me propozimet tuaja, të gjitha këto duhen diskutuar. Sa i përket përsëri zgjedhjeve, personalisht mendoj që një prej arritjeve më të rëndësishme të zgjedhjeve të fundit të Shqipëri ishte fakti që për herë të parë votuan dhe shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, i cili u konsiderua si një hap i madh për përfshirjen e diasporës shqiptare në procesin demokratik. Diaspora shqiptare meriton një falënderim, një përshëndetje të madhe sa i përket angazhimit në këto zgjedhje, edhe pse koha në dispozicion diasporës ishte shumë e shkurtër për t'u regjistruar, për t'u informuar mbi procesin. Fakti që mbi 300.000 treguan interes dhe mbi 200.000 morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit është një arritje e konsiderueshme. Dhe besoj që është një krenari edhe për ne këtu, ndërsa ulemi në tryezë me kolegët e Parlamentit Evropian, në këtë tryezë ka dhe eurodeputet që janë pikërisht me rrejt forta të diasporës sonë shqiptare. Dhe prandaj u them kolegëve të Parlamentit Evropian që për ne shqiptarët integrimi nuk është thjesht një marrëdhënie kontraktuale, negociatash. Për ne shqiptarët antarësimi në Bashkimin Evropian është ribashkim me Europën ku na takon të jemi si një prej kombeve më të vjetra të Europës. Dhe do e mbyll duke thënë një këshill kolegëve të opozitës, këta europianët i lexojnë vetë raportet për Shqipërinë dhe nuk ka nevojë t'ua përkthejmë ne në shqip raportet për Shqipërinë. Dhe kur kam qenë në opozit, e kam bërë ndoshta edhe unë këtë gabim, që t'ua lexoj gabim raportin, por koha ka treguar që është moment historik për Shqipërinë.